إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الله جل جلاله بتنزيل الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. S'ka dyshim se I madhruar, I lartësuar është Allahu Azza wa Jall me madhështi. Lavdia I takon Allahut. Atë e falenderojmë. Ati bindemi, ati nënshtrohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Tij. Kërkojmë mbrojtje për Allahun Azza wa Jall për çdo gjë që kemi vepruar të keqe me dije apo pa me dije. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartë madhruar me këtë fe madhështore, nuk ka askush që të largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk prek udhëzimi Allahu xhelle xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dhe dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhelle xhelalu, dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Ai e përcolli mesazhin, e plotësoi amanetin dhe sakrifikoi deri në fund të jetës së Tij për të fe madhështore. Thot Allahu I lartë madhruar në librin e Tij fisnik: O ju besimtar, o ju që keni besuar, keni frikë Zotit, frikësojeni Allahun, me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhelle xhelalu t'i frikësojeni, dhe mos t'ju gjej vdekja, pra mos disni vese duke qenë në fen e vërtet, vese duke qenë pra musliman. Të nderuar besimtar, ndodhemi në ditët e agjërimit, në muajin e veçantë, në muajin më të mirë që ka krijuar Allahu xhelle xhelalu, dhe në ditën më të vlefshme të javës. Dhe kjo është dita e dytë e këtij muaji madhështor, e këtij muaji për Ramazanit. Ky muaj ka veçori të shumta, ka mirësi të mëdha, ka begati të lloj-llojshme. Po veçoria më e madhe e këtij muaji, madhështia më e madhe e këtij muaji, begatia më e madhe e këtij muaji është sepse në këtë muaj ka zbritur libri Allahu xhelle xhelalu, Kur'ani fisnik. Në muajin e Ramazanit, në këtë muaj, mbi 7 palqer e ka zbritur Allahu xhelle xhelalu nga Lauhi Mahfudhi në Beitul Izza, në shtëpinë e krenarisë, në qiellin e dunjas, librin më madhështor, fjalën e Tij. Dhe kjo ka ndodhur brenda 23 viteve, ka zbritur nëpërmjet engjëllit Xhibril në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është begatia më e madhe e muslimanëve. Kjo është dhuntia më e madhe
që e kanë muslimanët. Kjo është krenaria më e madhe që do ta ndjej çdo besimtar dhe besimtare, sepse ky është një libër i zbritur, ashtu si Allahu xhelle xhelalu, tanzilu min rabbil alamin, i zbritur nga Zoti i botrave, i zbritur nga Allahu azza wa jall, na i gjithë pushtetshmi, i zbritur nga i gjithë dituri në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në zemrën më të pastër që ka krijuar Allahu xhelle xhelalu ndonjëherë, dhe ka zbritur nëpërmjet kujt? Besnikut, nëpërmjet melekut, engjëllit më të nderuar, më të sigurt, Gjibrilit alayhis salam, ka zbritur ky libër madhështor, ky libër që është krenaria e muslimanëve, ky libër që është edhe rrëfyes dhe dëllues dhe drejtues i çfarë? I rrugës së drejtë. Është legjislacioni jonë. Me këtë libër duhet të krenohen muslimanët, duhet të gëzohen. Ky është libri më madhështor. Ky është libri që nuk ka dyshime në të. Ky është mrekullia e muslimanëve. Ata që e mohojnë këtë libër, ata që ortojnë rënd, dhe ata do të kenë një përfundim të hidhur, Zot na ruaj. Allahu xhelle xhelalu thot: "Innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz." Ata që mohojnë fjalën tonë për kujtuese, thot Allahu xhelle xhelalu, kur vjen e mohojnë, i kthejnë shpinën, Zot na ruaj, do të dënohen rënd, se vërtet ai është i libër i madhërishëm. Janë munduar njerëzit në botë ta shtremërojnë këtë libër madhështor, por nuk kanë mundur dhe nuk do të mundin, sepse Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë garanci dhe Allahu xhelle xhelalu është zotuar që këtë libër nuk mund ta ndryshojnë. Allahu thot: "La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Ky është i libër që nuk mund t'i mbeshë e keqja apo t'i afrohet kush, gënjeshtra, rrena, nga asnjëran nuk mund t'i afrohet kurse si këtij libri. Kjo është shpallje prej të urdit për të gjithë pushtetshmit që i meriton të gjitha lavdet. Ky është libri fisnik i cili si shtam zbriti nëpërmjet engjëllit besnik. E përcjell muslimin në sahihun e tij se Allahu xhelle xhelalu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Unë të kam dërguar për të sprovuar ty, të tjerët, dhe unë të dhash një libër." Pra unë të dhash një libër, thot Allahu xhelle xhelalu, të ruajtur në kraharore. Dhe ai është i ruajtur qoftë kur jemi në gjumë, apo qoftë kur jemi dhe zgjuar. Ka thënë Hasan el-Basriu, një prej të parëve tanë të mirë, Allahu e mëshiroft, këtë Kur'an e ka lexuar sklever, fëmijë të vegjël, të mëdhenj, të cilët nuk ishin njohuri rreth interpretimit të tij. Pra çdo njeri e lexon këtë libër, ndërkohë meditimi ajeteve arrihet. Si arrihet? Duke e praktikuar ata. Jo thjesht duke e memorizuar, sepse thuhet prisi besimtarëve mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri Siddiku radiallahu anhu, thuhet se e ka mësuar surën Bekare për 23 vjet. Për 23 vjet. Dhe kur pyet, si u përgjigj? Çdo ajet që e mësoja, e praktikoja, e vija në zbatim. Kjo është mirësia e Kur'anit,
që të punojnë me ta. Përse e ka zbritur Allahu Gjelle Gjelalu këtë libër madhështor të nderuar besimtar? S'ka dyshim se e ka zbritur për diçka shumë të rëndësishme. Allahu i thot pejgamberit të tij në librin e tij fisnik, Kitabun anzalnahu ilejk, të libër ta kemi zbritur ty o Muhammed, me çfarë qëllimi? Për çfarë arsye? Li tukhrija an-nase min adh-dhulumati ila an-nur, që ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë, ti nxjerrësh njerëzit nga mosbesimet, nga idhujtaria, nga shirku, ti nxjerrësh nga ignoranca, nga errësira e kufrit në dritën e tauhidit, në të adhuruarit drejt Allahut Gjelle Gjelalu. Kjo është arsyeja pse i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ky libër fisnik, dhe vazhdon ajeti ku thotë bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid, ka zbritur me lejen e Zotit tënd në rrugën e drejtë, në rrugën e drejtë të Zotit, i cili është i plotfuqishëm dhe i lavdëruar. Ky është motivi esencial, është thelbi pse ka zbritur ky Kur'an madhështor, pse ka zbritur Allahu Gjelle Gjelalu, për të nxjerrë njerëzit nga errësira, ignoranca në dritën e vërtetë. Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë këtij libri emra të bukur, ku e quan me emra të ndryshëm, si për shembull Furqan, dallues i të vërtetës nga e kota. Allahu Gjelle Gjelalu e ka ndërtuar të libër me eshifa, shërim, shëron zemrat e smura, i shëron ky libër madhështor. Ky libër si shtam ka ardhur huden linnas, udhëzues për njerëzit, ja u drejton udhën. Kjo është begatia e Kur'anit, kjo është mirësia e Kur'anit. Nëse kapesh fort në këtë libër, ta dish se nuk do t'jesh i devijuar, por do t'jesh i udhëzuar në dritën e Allahut. Allahu Gjelle Gjelalu ka shkruar këtë libër rahme, mëshirë, përmban njerëzimin, sepse ky Kur'an udhëzon tek ajo që është më drejta, më e mira, më e duhura. Ashtu thot Allahu Gjelle Gjelalu, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. S'ka dyshim se ky Kur'ani të udhëzon, të orienton tek ajo që është më e forta, më e mira, më e duhura për njeriu, për besimtarin. Ndërsa nëse a kthen shpinën këtij libri si shtam, do t'jesh të shpëruar, do t'jesh i devijuar. Kur'ani është qetësues për zemra, i qetëson zemra. Allahu Gjelle Gjelalu thot, ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub. S'ka dyshim se me këtë libër, pra me të përkujtuarit Allahut, me fjalën e Allahut, qetësohen, rehatohen zemra, kënaqen zemra. Dhe vërtet, kemi një ngjarje nga historia e parëve tanë të mirë. Ka qenë një besimtar, por se kishte zakon një vezë shumë të keq, hajdutliku, hajnim. Dhe kur nisë nga kryer këtë të vepër, ka që të ullët, i pa të musliman duke falu namaz, me zërë dhe unisë që t'i vidhte, por se ndodhi në momentin ku ata përlexonin ajetin e Kur'anit që thotë Allahu Gjelle Gjelalu, a nuk ka ardhur koha për ata të cilët besuan Allahun, t'i friksohen Allahut. Ky ajet depërtoi dhe në zemrën e këtij njeriu. Dhe unë ndalu, meditoj, tha, Belele Rabbi, gjithsesi o Zotin, ka ardhur koha që unë të pendohem dhe ta heq të ves kaq të poshtë. Dhe ashtu veproi, dhe e dini kush ishte ky nderuar vëllezër dhe motra. Ishte Fudhejl ibn Iyadi, i cili pas kësaj
ngjarje u mor me dije, me dituri, me ilm, dhe u bërë për djetarë më të mëdhenj që ka njohur historia islame dhe ne sot mësojmë nga dija e tij. Pra Fudejl ibn Iyadi, Allahu mëshiroft. Pra ky është libri madhështor që i ndryshon gjendjen e njerëzve, i rregullon çështjet e njerëzve. Libri Allahu Xhela Xhelalu, Kur'ani fisnik. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ska dushim se gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jalla, i cili është një vetëm, s'ka zot tjetër përveç tij dhe paqja dhe bekimet e Allahut Azza wa Jalla. Qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër pas tij. Të nderuar besimtarë, obligimet tona ndaj Kur'anit janë të shumta. Janë të shumta. Janë sepse ne duhet të besojmë çdo gjë që është shkruar në të, që ke histori që tregojnë aty, dhe çdo lajm që na vjen nga Kur'ani, ne duhet ta besojmë. Ky libër i madhëruar, apo libër i madhërisëm, është që jep vlerë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, praktikimit dhe veprimit tij, siç ka vepruar dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet ta vlerësojmë këtë libër madhështor Kur'anin, ashtu siç Allahu Xhela Xhelalu kërkon prej nesh t'japim vlerën që meriton dhe jo ta vendosim në përaftet tona dhe ta shfletojmë vetëm kur vjen Ramazani. Ky është legjislacioni i muslimanëve. Ky është rruga e muslimanëve. Dhe kjo është fjala e Allahut Azza wa Jall drejt për së drejti. Dhe jo krijes e tij si shton disa të humbur dhe të devijuar. Pra është fjala e Allahut që zbriti nëpërmjet engjillit besnik te zemra më e pastër, te zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky libër do të jetë ndërmjetësues për robin ditën e gjykimit. Mirësi e madhe të ndërmjetësoj Kur'ani tek Allahu Xhela Xhelalu për ty. Prandaj lu Zotin e plotfuqishëm, me emrat e tij të bukur, cilësitë të përsosura absolute, ta bëj Kur'anin pranverë të zemrave tona. E lusë Allahun Xhela Xhelalu ta bëj Kur'anin ndërmjetësues për ne dhe jo kundra nesh. E lusim Allahun ta pranoj agjërimin ton, adhurimet tona, t'i fali muslimanët dhe muslimanet në mbar botë që janë, t'i ndihmoj nevojtarët, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, t'i mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, wa sallallahu ala sejdina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar.